Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në webinarin 6, pjesë e serisë mbi monitorimin dhe vlerësimin për politikat e shtetit të së drejtës. Në këtë sesion, përgatitur nga eksperta Mimosa Agodhi dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri, do të fokusohemi tek analizimi i të dhënave dhe tek komponenti i nxënjes si pjesë e sistemeve efektive MEL. Të dhënat për monitorim mund të analizohen. Ato kanë disa metoda të analizës të ndara dhe sipas llojit të dhënave. Për të dhënat sasiore, kemi ato që njihet si analiza univariate, i cili nuk kupton pra që ne përshkruajmë një variabël të vetme që ndihmon në përmbledhjen e të dhënave. Ndërkohë që është edhe analiza multivariate, ku tashmë analizohet më shumë se një variabël dhe shihet dhe lidhja pra ndërmjet tyre. Një koncept i rëndësishëm i analizimit të dhënave sasiore është ai që njihet si triangulimi, që do të thotë të krahasosh të dhëna nga burime dhe metoda të ndryshme për të verifikuar gjetjet dhe për të kompensuar dobësitë e një burimi me pikat e forta të një tjetri. Për sa i përket analizës së të dhënave cilësore në monitorim, ajo çfarë është e rëndësishme të theksojmë është që kjo analizë konsiston në reduktimin dhe interpretimin e sasive të mëdha të informacionit cilësor për të identifikuar modele dhe për të përgjigjur pyetjeve të procesit MEL. Ky proces ndihmon që të dhënat cilësore të strukturohen dhe të bëhen kështu të përdorshme për vendimarrjen dhe politikbërjen. Për të vlerësuar efektin shkaktësor në të dhënat vëzhguese mund të përdoren disa metoda. Njëra prej tyre është ajo që njihet si backdoor adjustment, që kontrollon faktorët që ndikojnë në grupet krahasuese. Një tjetër metodë është ajo që njihet si regression matching, ku ne krahasojmë grupet trajtim dhe grupet kontroll bazuar në karakteristika të ngjashme. Ndërkohë që kemi edhe metodën difference indifference, e cila përdoret për të vlerësuar ndikimin duke krahasuar situatën para dhe pas ndërhyrjes, për të izoluar kështu efektet e saj nga faktorë të tjerë. Për shembull, për të vlerësuar ndikimin e rritjes së pagës minimale në punësim, krahasohen ndryshimet para dhe pas ndërhyrjes mes grupit të prekur dhe atij të paprekur për këtë politikë. Këtu kemi një formulë të modelit difference indifference, ku tregohet pra se si bëhet e mundur për llogaritja për analizën e të dhënave në kuadër të këtij modeli. Ndërkohë që përveç pjesës së analizimit dhe gjetjes së shkaqeve të dhënave, më shumë rëndësi është edhe procesi i vlerësimit dhe se si kjo më pas bën të mundur që vetë të nxënit është ai që siguron që rezultatet dhe gjetjet e analizave të përdorura për të përmirësuar programet gjatë procesit MEL pra dhe bën të mundur që të merren vendime më të informuara në të ardhmen. Këtu keni një tabelë e cila përcakton pikërisht se si shërbejnë vlerësimi më pas për të bërë të mundur nxjerrjen e rekomandimeve, për të nxjerrë mësime nga gjithë procesi dhe se si të përmirësohet përgjithsisht proceset, sidomos kur ato janë edhe ciklike dhe të vazhdueshme. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë webinar. Shpresoj që ky sesion t'ju ketë ndihmuar të kuptoni më mirë analizën e të dhënave dhe rëndësinë e komponentit të nxënjes në kuadrin e MEL. Këto webinare janë pjesë e moduleve të integruara për MEL të politikave të shtetit të së drejtës të përgatitura nga Lëvizja Europiane në Shqipëri. Ato janë realizuar në kuadër të projektit Ndërtimi i partneritetit mbi çështjet themelore, fuqësimi i OSHC-ve për procesin e anëtarësimit në BE, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në webinaret e ardhshme.